Ka ngelur edhe disa ditë që në ndaj nga festa e vitit të ri. Tani më kanë filluar edhe përgatitjet, planet se me kënd dhe ku do të kalojmë këtë fest, në atmosferë familjare apo me miq në ndonjë nga restorantet e vendit, ose do të udhëtojmë në ndonjë nga qytetet e Europës, si në Paris, Rom, Berlin, Vjenë ose Stamboll. Nga agjencionet turistike në Tetov shprehen se qytetarët për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike, më së shumti preferojnë që këtë fest ta kalojnë në shtëpi, me miqt dhe të afërmit. Ne edhe për këtë vit si vitet e kaluara kemi oferta interesante si brenda dhe jashtë vendit. Destinacionet më të preferuara nga qytetarët për këtë vit janë qytetet si Stambolli, Vjena dhe Parisi, shprehen nga agjencioni turistik Euroturist. Agjencioni jonë turistik për festat e fundvitit kemi organizime në Stamboll, Vjenë, Paris edhe gjithashtu edhe në Bullgari. Por më atraktive është Stambolli. Nisja bëhet me 30 dhjetor, kurse kthimi është me 3 janar. Udhëtimi bëhet me autobus, kurse këto qytetet tjera janë me avion. Për ofertën tonë në Stamboll është 3 natë fletje me mëngjes, transporti me autobus edhe shëtitjet me udhëheqjes profesional në për vendet e caktuara. Në ndërkohë qytetarët e Tetovës të anketuar se ku do të kalojnë festat e fundvitit, shprehen se do të qëndrojnë në ambientet familjare ose në ndonjë nga lokalet e qytetit. Absolutisht jo ndonjë planifikim special, thjesht në shtëpi si zakonisht. Në familje. Gjendja ekonomike nuk e mundson ato, me familjen bashkë. Planiram da sa moja godina во druga të vokrit i vujden kafit sot društvo. Ideja se ku të shkojmë për Tetov, se si do mbesim në Tetov. Sa që nuk e mendoj ta festoj vitin e ri. Kjo është arsyeja. Nëse do ta festoni, cila do të ishte destinacioni juaj për të preferuar? Me familje. Me familje. Destinacioni jonë është për festën mirë se vjen me gjithë të më të mirë të në kohë që gjë është situata dobët e ekonomikisht, të jemi propaganda shtetore që janë të partitë ndërmjet viti që kalosë që ajo. Urime gjithve, me kretë mira. Ende s'kemi vendos, po gjendja ekonomike do të bëhet vete. Kemi ndonjë destinacion preferuar? Ja, familje me siguri. Qytetarët janë shprehur se për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike, megjithatë festat e fundvitit do t'i presin në mënyrë sa më modeste, duke mos harxhuar shumë.